Mosvlerësimi i socialistëve të cilët kanë pritur një situatë tjetër pas zgjedhjeve të 23 qershorit po sjell ditaditos dhe reagimin e tyre të hapur duke lënë të kuptohet dhe situatën e krijuar. Pak ditë pas reagimit të kreut të Partisë Socialiste në Fierz Arben Malvataj, edhe kreu i kësaj komune Vasil Muslia nuk i ka fshehur pakënaqësitë e tij lidhur me përfaqësimin e socialistëve përmes një reagimi në rrjetin social Facebook. Kreu i komunës së Fierzës, zoti Muslia, pasi bën një përshkrim të kontributeve të tij për Partinë Socialiste në komunën e Fierzës, duke risjellë në vëmendje dhe nivelin ku e gjeti dhe ku e çoi këtë forcë politike, shprehet ndër të tjera. Komuna Fierz është shembulli më i mirë për të marrë në rreth dhe qarkun e Shkodrës. Pohoj me keqardhje se nuk u vlerësua kontributi i dhënë. U anashkalua zëri i komunës Fierz, puna e Renis Pukjane, forumi i gruas e tjerë. Vendin e këtyre kontribuesve e zu njerëz pa shkollë, të pa aft, pa kontribute, jo banor të Pukës. Kjo flet më së miri ku sot gjenden dhe drejtojnë këto institucione. Kam vlerësuar sinqerisht punën e zonjës Franka Toplana me antarët simpatizantët e Partisë Socialiste si një grua e vërtetshme, me aftësi dhe kontribut të lartë, që meriton shumë më shumë se aq. Vazhdoj të jem me bindjet e mia socialist, me shpresën se ky realitet do të ndryshojë, pasi do jemi ne që do ta ndryshojmë. Reagimi i kryekomunarit Muslia vjen pak ditë pas reagimit të kreut të Partisë Socialiste në Fierz Arben Malvataj, ndërkohë që pakënaqësitë e tyre lidhur me nivelin e përfaqësimit e kanë shprehur në rrjetin sociale dhe kryetaria e Partisë Socialiste në Bashkinë e Fushanxhit Franka Toplana, si dhe kreu i Freshit Klementin Sylla. Reagimet e socialistëve vinë në argumentin se shumë nga eksponentët e Partisë Socialiste në rrethin e Pukës vijojnë të mbeten pa vlerësuar, ndër të cilët janë dhe kreu i Partisë Socialiste për Bashkinë e Pukës Xhevit Selimi, kryetaria e forumit të gruas Angelina Meta Paloka, sekretari i Partisë Socialiste të rrethit Enver Sulejmani e të tjerë.